Zoti Shefki, mirë se u gjetëm në misionin diplomatik për paqe dhe prosperitet. Faleminderit, i nderuar. Pas pak ju do organizoni në këtë zyrë një ceremoni dekorimi për një zonjë e cila dallohet në fushën e humanizmit. Përpara se ne të pasqyrojmë këtë aktivitet dhe këtë ceremoni dekorimi, a mund të na bëni një hyrje cila është kjo zonjë dhe cili është kontributi i saj për të cilin ju po e dekoroni atë? Arieta Musliu nga Kosova, një personalitet vërtet i rrallë, një zonjë e nderuar, me veprimtari të madhe në komunitet, si misionare paqe, njeri që sakrifikon edhe interesat e veta, punën e vet, profesionin e vet në shërbim të problemeve komunitare. Arieta Musliu është një zonjë, një nën që ka marrë një goditje të rëndë nga jeta, ka humbur djalin e saj, por ashtu si Ajkuna e Omerit e eposit të lashtë të kreshnikëve shqiptar, ajo atë dhimbjen e shtroi në forcë dhe duke i shërbyer jo vetëm kauzës së humbjes, po dhe kauzës së fitores mbi humbjen, tashmë ajo ka krijuar një qendër që quhet Qendra Rijeta dhe që merret me fëmijët me probleme që janë të lidhura me drogën dhe për t'i përballuar dhe për t'i rikthyer ata në jetë, për t'i rikuperuar. Dihet që me hapjen e Ballkanit të Shqipërisë në raport me botën e qytetëruar, plus fenomeneve pozitive, kanë ardhur shumë fenomene negative, si fenomeni i drogës dhe fenomeni i prostitucionit. Veçanërisht fenomeni i drogës, një nga fenomenet më të dhimbshme që përfshin masat e të rinjve, të cilët shpesh humbasin edhe jetën. Pra, këtë humbje e psoi edhe Arieta Musliu, megjithatë ajo duke qenë një nën e fortë, një heroin, si gjithë zonjat dhe nënat e nderuara shqiptare, ajo diti që për kujtuar figurën e djalit, për kujtuar humbjen e saj të shndruar tashmë në forcë, ajo ndërtoi një qendër të rrallë në shërbim të komunitetit dhe veçanërisht atyre fëmijëve që goditen nga fenomeni i drogës dhe fenomeni që është nga më të dhimbshmit, jo vetëm në Ballkan, po edhe në botë. Po, zoti Shefki, dhe pyetja e fundit për ju, përpara se të ndjekim ceremoninë e dekorimit, si arritët ta hulumtoni, ta zbuloni këtë personazh? Pra ju keni një sër personalitetesh që i dekoroni, mos ishte sugjerimi një personaliteti që është dekoruar nga ju, apo e zbuluat vetë ju si mision diplomatik? Ne hulumtojmë nëpërmjet lidhjeve që kemi në terren për personalitetet që janë në shërbim të paqes sociale, për veçanërisht për ata personalitete që sakrifikojnë, riskojnë nga jeta e tyre, nga profesioni i tyre, nga të ardhurat e tyre, nga gjithë e ardhmja e tyre, të cilën e vënë në shërbim të kauzave të paqes dhe të prosperitetit në shërbim të komuniteteve të tyre. Dhe nëpërmjet këtyre ne zbuluam që kjo zonjë është vërtet një model i rrallë, jo vetëm për Kosovën, për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin, sepse qendra të tilla janë shumë të pakta në Ballkan. Aq më tepër që edhe shtetet vet nuk janë të interesuara deri më sot të paktën që të bëjnë atë që bën bota perëndimore, që krijon qendra të tilla të financuara jo vetëm nga individ, bamirës, filantrop, po edhe nga vetë shtetet. Pra, kjo zonjë ka bërë atë që se ka bërë edhe në sot shteti i Kosovës në shërbim të shëndetit publik të Brezit të Ri. Po, atëherë zoti Shefki, nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të ndjekim ceremoni që ju do organizoni pas pak për dekorimin e kësaj zonje. Faleminderit. Sot kemi një personalitet të rrallë që vjen nga Kosova, Arieta Musliu, më e mira e fushës vetë. Çdo herë, çdo që ne themi që kemi më të mirin. Dhe për herë vërtet kemi njerëzit më në zë, në veprimtarinë e vet, në fushën e vet, në komunitetin e vet. Arieta Musliu, një model nëne që përjetoi dhimbjen më të madhe, humbjen e të birit, nga një fenomen i rrallë që e përjeton bota e qytetëruar, por që
përveç fenomeneve mira, bota e qytetruar sollin Ballkan edhe të tilla fenomene, fenomenin e drogës tek të rinjt. Humbjen e të birit, Arieta, si gjithë nënat shqiptare, nënat më në zë, ashtu si edhe nëna heroin e eposit shqiptare, eposit të Kreshnikëve, Ajkuna, që e shndroi në forcë dhimbjen e humbjes së birit, dhe Arieta Musliu, kjo zonjë e madhe e paqes, kjo nënë gjigande, e shtroi në forcë dhimbjen dhe u bën nëna e shumë fëmijëve të tjerë me problemet e drogës, krijoi një qendër të rrallë, aty që nuk e bëri shteti, që nuk e bërë asnjë nga shtetet ballkanike, as shteti ynë, Shqipëria, e bëri Arieta në Kosovë, duke ngritur qendrën për rehabilitimin, qendra Rieta. Dhe vetëm për këtë gjest mbetet një nga zonjat më heroina, më madhështore të Ballkanit. Nëse keni ardhur. Në heroinë. Sot General Suleiman Abazi ka përgatitur një ceremoni, për këtë ceremoni ka përgatitur një fjalë të gjatë, që përfshin gjithë civil për aktivitetin e zonjës Arieta Musliu, por para se të dalë generali, unë kam dëshirë që stafi im, që nga vajzat tona më të reja, të japin mirëseardhjen zonjës Arieta Musliu. E së pari, Ermelinda Qemali, diplomatja më e re. Përshëndetje, mirë se vini të gjithë. Urime, është kënaqësi për mua të jem këtu sot. Realisht je një femër shumë e fortë dhe për të marrë shembull, je një model. Jam shumë e kënaqur që je pjesë e kësaj organizate. Shumë faleminderit. Një nga bashkëpunëtorët tona më të reja është edhe Sindi Shahati, diplomat për farmaci, është në vitin e parafundit. Sindi, bravo tim. Mirë zonjë. Mirë se ju gjeta. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem këtu dhe mbi të gjitha të vlerësojmë një figurë si ju për të gjithë kontributin që ju bëni dhe për të gjithë figurën tuaj. Shumë faleminderit që jeni pranë nesh. Urime. Faleminderit që më kanë bëja. Atëherë Gabriela Shahati, avokatja jote. Mirë se erdhe Gabriela, jepi sonjës. Faleminderit guvernator për hapësirën e fjalës. E nderuar zonja Arieta, realisht për mua sot ndihem e privilegjuar të them sot dy fjalë të thjeshta nga ana ime për prezencën tuaj. Misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet ka bërë një zgjedhje padyshim të shkëlqyer me prezencën e figurës tuaj, një figurë e cila mishëron më së miri ndjenjen e humanizmit, sakrificës dhe për punën kolosale që bëni me qendrën Rieta në Kosovë, e cila për mua, me sa kam parë dhe kam pasur edhe luksin nga ana juaj që të më flisni pak më gjerë, nuk është vetëm një qendër, por është një strehës, është një vatër për shumë të rinj, të cilët për fat të keq në momente dobësie devijojmë nga rruga dhe devijojmë për të jetuar dhuratën më të shtrenjtë që na ka falur Zoti në këtë jetë, vetë jetën, dhe mbi të gjitha ta jetojmë atë shëndetshëm. Unë të falenderoj shumë që për punën që bën, je një shembull për mua dhe shumë vajza të reja. Ushtofshin njerëzit si ju dhe urime, shumë suksese, mirë se ardhe në familjen e madhe të misionarëve të paqes. Faleminderit. Nderuar avokate. Atëherë, para se dalë drejtoresha e përgjithshme, dëshoj nëna e nënave, modeli i gruas shqiptare, gjyshe, zonjë, grua, me shumë vlera të rralla, Dituri Ruka. Hajde zonja madhe paqes, Dituri Ruka. Unë kur mora vesh përse do të vija këtu sot, u emocionova jashtëmase dhe nuk e fsheh që unë kam lutuar. Ju jeni një shembull pozitiv, jo në vendin ku ju jeni, dhe gjesti tuaj që keni marrë përsipër që të bëni këtë mision kaq të rëndësishëm
për një problem kaq të madh që ndodh tani në shoqërinë tonë, je për të admiruar. Unë ndjem shumë e lumtur që të njojta, jam shumë e lumtur që jam këtu e pranishme sot dhe të uroj gjithmonë suksese. Faleminderit shumë. Atëherë drejtoresha e përgjithshme e misionit, doktor Dilber Dika. Mirë se erdhe dashur. Të nderuar kolegë, është kënaqësi t'ju mirëpres në emër të Diplomatic Mission Peace and Prosperity. Në fakt, e dashur, ne mirëpresim çdo ditë, çdo moment të punës tonë, personalitetet e fushave të ndryshme, por ardhja jote sot ka një domethënie të veçantë dhe normalisht mua pak më shumë më takon të them atë ndjesi po tepër njerëzore që ke sjellë në mision. Mendoj se sot ti ke ardhur jo në shtëpinë tënde, por ke ardhur tek vendi që është krijuar pikërisht për njerëz si ti. Ti ke ardhur tek vetvetja e dashur. Dhe kjo normalisht na bën të ndjehemi shumë krenar. Dhimbjet tona ne mund t'i fshehim për njerëzit që duam të mos na i shohin dhimbjet. Dhimbjet tona ne mund t'i bëjmë të na duken të padukshme për të tjerët. Dhimbjet tona janë ata që ndërtojnë qëndësinë tonë. Dhe normalisht, për pos punës tënde vërtet të adhurueshme, dhimbjen tënde ti e ke bërë të ndihet dhe të lumturohet përmes një pune të mirë vlerësuar dhe të pa tjetërsueshme përmes qendrës tuaj. Shpeshherë fjalët nuk janë ata që ne duam të themi, por është pikërisht puna dhe kontributi që na bën të përulemi dhe të urojmë me gjithë zemër mirë se erdhe në familja. Edhe një herë urime të përzemërta. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit tuve. Faleminderit. Reda Musliu sot nderohesh me titullin Misionare Paqe, riu i sakrificave, dhe sakrifica ato është origjinale, me titullin Ambasadore Nderi e misioneve tona, dhe me urdhrin Shenjtoria Nën Terez, pra urdhri i misionarit Paqes Shenjtoria Nën Terez, 2 herë urdhri i misionarit Paqes. Atëherë po japim të drejtën e fjalës generalit Suleiman Abazi. Të nderuar pjesëmarrës, e nderuara pedagoge Arieta Misliu, i nderuar guvernatori i misionit diplomatik Dr. Shefkilisa. Misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim sot nderon zonjën Arieta Misliu me titullin misionare e paqes, ambasadore nderi e DMPP-s dhe partnerëve të tij ndërkombëtar në USA, si dhe medaljen e artë urdhri misionares paqes Shenjtoria Nën Tereza. Le ta përshëndesim psikologën tonë të nderuar me një duar trokitje në mirëseardhjen në familjen e madhe të tonë. Me këtë rast po perifrazoj shenjtoren e madhe Nën Tereza. Paqja fillon me një buzëqeshje. Skamja me të mërshme është vetmia dhe ndjenja të qenurit i padashur nga të tjerët. Puna pa dashuri është skllavëri. Nëse lutemi, ne do të besojmë. Nëse besojmë, ne do të duam. Nëse duam, ne do të shërbejmë. Dashuria e fortë nuk mat. Ajo vetëm jep. Njëra ndër sëmundjet më të mëdha është të jesh askush tek çdo kush. Disa njerëz në jetën tonë vijnë si bekime, disa të tjerë si mësime. Mos mendoni se dashuria për të qenë e vërtet duhet të jetë e veçantë. Ajo që kemi nevojë është të dashurojmë pa u lodhur. E kam zbuluar një paradoks se nëse unë dashuroj deri në dhimbje, atëherë më nuk mbetet dhimbje, por vetëm dashuri. E sot në këtë ceremoni modeste kjo zonjë nderuar na vjen si bekim i veçantë. Shtetase e Republikës Kosovës, zonja Arieta Misliu, në formimin profesional ka kryer studimet bacelor në vitin 2012-2015 në Departamentin e Psikologjisë Përgjithshme në Universitetin Fama në qytetin e Gjilanit. Në vitet 2015-2018 ka kryer studimet master në po këtë universitet. Formimi akademik i hapi rrugën një vit më pas në specializimin për psikologji, psikoterapi nga Ministria e Arsimit në qytetin e Tetovës. Në vitin 2019 merr pjesë në programin EMI Tetov në kujdesin e shoqatës psikologëve italianë. Në vitin 2020 diplomohet psikologe klinike, e licencuar nga Ministria e Shëndetësisë në Kosovë. Në vitin 2021 trajnohet nga shoqata e psikologëve italianë në programin Trauma Loss Endpoint Protocol
në po këtë vit përfundon trajnimin në terapinë e artit, teknikat e interpretimit, nën kujdesin e shoqatës psikologëve shqiptar të qytetit Shkupit. Në vitin 2018 pranohet antare e shoqatës psikologëve të Kosovës dhe përfaqësuese për komunën e Ferizajt. Ka vazhduar të ushtrojë aftësitë e saj profesionale si infermiere në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në qytetin Ferizaj. Deri në fund të vitit 2019 në po këtë qendër shërben si asistente e psikologës klinike. Në një punë intensive plot për kushtim, zonja Arieta Mysliu ka dhënë kontributin e saj gjatë seancave të rehabilitimit psikik për klientë të nevojë, duke marrë pjesë në këshillimin e tyre për lehtësimin e problemeve aktuale. Njëkohësisht ka ushtruar funksione të përgjegjësisë në fushën administrative dhe organizative të seancave terapeutike. Prej korrikut 2019, Arieta është themeluese e organizatës jo qeveritare Qendra Ri Jeta, Ferizaj. Objekti brenda profesionit saj parashek këshillime, shërbime psikopedagogikë. Komunikimi i pandërprer me njerëz në nevojë ka nxitur tek Arieta ndjenjën e humanizmit dhe të vullnetarizmit. Si një misionare e lindur e paqes, ajo nuk harron bamirësinë, bashkëpunimin e gjerë me shoqatat humanitare dhe OIQ në Kosovë dhe jashtë saj, forca shëruese psikologjike e frymarrjes dhe dëshira për të qenë çdo herë e freskët e ka lidhur me natyrën dhe mjedisin. Të nderuar pjesëmarrës, e nderuar zonja Arieta, ndihemi nderuar si kolegu juaj në fushën e psikologjisë përgjithshme që sot më jepet rasti të paraqes në këtë mjedis kaq të mrekullueshëm personalitetin tuaj si një psikoterapiste e spikator, e cila na kujton njerëzit e mëdhenj humane paqësor që kanë bërë kaq shumë për njeriu dhe njerëzimin, për të lehtësuar vojtjet, për të shëruar shpirtat e trazuar kundër stresit, ankthit, traumave, depresionit, për të qëndruar pranë familjeve në ruajtjen dhe forcimin e shëndetit mendor të individit dhe të shoqërisë. Ambicjet tuaja humane e profesionale në këtë fushë delikate na lumturojnë, sepse ne njerëzit që jemi bashkuar këtij misioni fisnik, nuk do të ndalemi kurrë në përfshirjen dhe kontributet tona në shërbim të paqes së kombit dhe të njerëzimit. Merita juaj për të vlerësuar me titull kaq të lartë të karakterit kombëtar dhe ndërkombëtar është një vlerë e shtuar për misionin ton diplomatik. Ju për misionin jeni misionarja mere, por personaliteti juaj spikator na bind se këtë mision ju e keni nisur shumë herët, më herët se sa sot. Në jetën tuaj jeni përkullur me nderim përpara angazhimit hyjnor dhe njerëzor për të shërbyer me çdo çmim Kosovës, atdheu dhe kombit ton. Misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim ju uron mirëseardhje në këtë familje të madhe të paqes, vullnetarizmit dhe të humanizmit, duke ju uruar njëkohësisht shëndet e jetë gjatë, si përfaqësuese e fjalës dhe e veprës që shëron shpirtin e njeriu, që zbulon dritën dhe energjinë e fuqishme brenda tyre, për të bërë antar të përgjegjshëm dhe të shëndetshëm të shoqërisë, si misionare e paqes, ju do të ecni në rrugën e ndritur të shenjtores së madhe Nëna Terezë, e cila na ka mësuar të punojmë vazhdimisht, duke realizuar gjëra të vogla por me dashuri shumë të madhe. Ne jemi heronj misionar të botës së re, të botës paqes dhe të humanizmit. Me këtë rast, ju përcjellim shumë urime dhe shumë suksese për ju dhe familjen tuaj të çmuar. Paqja qoftë me ju, paqja qoftë me ne dhe të gjithë së bashku të përkushtuar në rrugën e ndritur të saj. Unë fola, faleminderit. Unë propozoj që personaliteti i Arietës të përfshihet në vëllimin e parë të enciklopedisë së misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim. Patjetër general. Fjala juaj ligj. Të nderuar misionar paqe, ambasador Nderi, miq të misionit ton, vazhdojmë me ceremoninë për vlerësimin e Arieta Mysliu me titullin misionar paqe, ambasador Nderi dhe me medaljen e art urdhri i shenjtores Nën Tereza. Kam në dorë diplomën formatit zyrtar të urdhrit të misionarit paqes shenjtor Nën Terezë dhe me titujt e tjerë, si dhe një letër falënderimi nga të gjitha misionet tona partnere nga Shtetet e Bashkuara për zonjën Arieta për veprimtarinë e saj. Atëherë ftoj doktor Kristo Goxhin, një personaliteti rrallë dhe një veçantë për ta dorëzuar dhe për të lexuar përmbledhjen në gjuhën e generalit Eisenhower. Dashur guvernator Shefki Rysaj,
Të nderuara Sonja, të nderuar zotërinj, miq dhe male të misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, si kundër e karakterizoi guvernatori i këtij misioni. Aprovoj miqësisht këtë vlerësim të maleve, sepse sot këtu ka ardhur një tjetër mal dhe biseda vazhdon nëpërmjet maleve, ndërmjet maleve. Mua më kujtohet tashti ajo që një ushtar i tha Aleksandrit të Madh për perifrazim të paralelizmit historik, kur e pa që Aleksandri kishte një trup shumë të bukur dhe i tha: "Madhëri, ti mund të ndeshesh dhe mund të fitosh një kuror në ndeshjet që bëjnë ushtarët." Ai tha: "Po, unë ndeshem, po ndeshem me mbretërit, jo me ushtarët." Kështu që mali ka ardhur tek malet. In the name of Governor Dr. Shefki Ysa, Honorary Ambassador of International Governor, Honorary Chairman of DMPP, Ambassador Professor Madhu Krishan, Chairman, for this day, here in that honorary mission, we are gathered today to honor for the great commitment and precious contribution in the field of education, civilization, culture, international relations, psychology, public health, peace, prosperity and humanity, for the inspiration of the social coexistence and inter-community peace. As a clinical psychologist in the Center Rijeta, Kosovo, founder and CEO of Center Rijeta in Kosovo, as a psychologist in Kosovo, as a promoter of public health in Kosovo, as an ambassador of humanity, as a civil society leader in Albania, Kosovo and Europe, as a charity, as a philanthropist, as a world peace missionary, as a well-known activist of human rights, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity, we are today this honorary degree to Miss Arieta Musliu. Nisë erdhe në mision diplomatik. Faleminderit doktor Krystof Goç, që tregove se je mal në kuvendin e maleve. Atëre, formatin protokollar të diplomës, ftoj general dhe premga për të dorëzuar. General. Atëre, i nderuar guvernator, shumë i nderuar dhe respektuar zonja Arieta, kënaqësi dhe privilegj për mua që gjendem në këtë ceremoni të veçantë, pavarësisht se më është dhënë mundësia e fatit të marr pjesë në disa ceremoni të zhvilluara, por kjo sotmja mua më jep një kënaqësi të veçantë, por njëkohësisht nuk e fshet dot edhe me emocionon. Me emocionon pasi guvernatori dhe misioni po vlerëson një njeri, një zonjë, një grua, një nën, që ka dhënë e po jep gjithçka, dhe një heroin e gjallë që ka ditur të mposht ato që jeta i ka sjell dhe atë dhimbje ta kthej në motivacion për të shërbyer shqiptarëve e në veçanti rinisë për të qenë e sigurt e ardhmja e kombit shqiptar. Vlerësim e respekt pafund për atë çfarë ju jepni në profesionin tuaj të shkëlqyer e më të gjitha në misionin tuaj human, që është jashtëzakonisht i domosdoshëm për të gjitha shoqëritë në kohët e sotme, për të mos lënë që ato të degenerojnë. Jam i bindur dhe nuk dua të prek asado pak plagën tuaj, por jam i bindur që
trashëgimtarit tuaj atje lart në qiell, ju motivon, ju bën më të fortë dhe ju jeni krenar për atë e ai do të jetë gjithmonë engjëlli mbrojtës dhe mbështetës i juaj familjarisht. Faleminderit, ta gëzosh të vlerësim, respekt e mirënjohje dhe puno kështu si qie, e qëndro kështu si qie, e fortë e vigane për misionin dhe profesionin që përsipër ke marrë. Suksesi. Faleminderit, general. Ta gëzosh. Si gjithmonë, mal i lartë. Atëre, unë mësoj kolegëve, bashkëpunëtorëve të mi, që gjithmonë nuk i them farcët e mi, por i quaj generalit e së ardhmes, guvernatorët e së ardhmes, presidentët e së ardhmes, vajzat e tjep i quaj Besa dhe një për të Eisenhowerit. Sot do të thyej një tabu, se këshu mësoj të thyej tabu, dhe këtë medalje dëshiroj që ta dorëzoj drejtoresha e Forumit Rinor, që ketë këtë motiv, që edhe ne të rinjt, grupimi, jemi me ty, Arieta, jemi ndjekës pasues tu, dhe do mësojmë nga heroizmi jit, që atë heroizmin tuaj ta përcjellim tek brezat e tjerë. Pra dëshiroj ta dorëzoj avokatja Gabriela Shahadi. I nderuar guvernator, kjo ishte vërtet një surprizë për mua, sepse vërtet jam e vogla dhe është një privilegj shumë i madh që sot të mund të dorëzoj këtë medalje të artë dhe jo vetëm të tillë, por është një medalje që ka shumë kuptim dhe signifikim, një zonjë të nderuar e cila sot dëgjuam shumë për të, jetëshkrimin e saj, sakrificën e saj, dhe jo më kot misionin që ka ndërmarrë për të çuar më tej. Unë si një vajzë e reja përmenda edhe më herët, është një shembull për mua, është një shembull force, një shembull sakrifice dhe një shembull që jeta jo gjithmonë është lula. Ti jesh një mal nuk është rastësi, duhet të jesh gjithmonë i tillë. Dhe zakorisht sa më lart ti jesh, aq më shumë fortuna dhe suite përballë jeta, por fuqia më e madhe është të dish që ti kthesh këto fortuna dhe të qelësh dhe më tej. Unë sot dua t'ja dorëzoj këtë medalje Arietës në emër të misionit diplomatik për paqe e prosperitet, të gjithë strukturave dhe partnerëve tanë ndërkombëtar, me një përulësi dhe shumë dashamirësi, duke i thënë ta mbash me sukses, je një motiv për ne të rinjt. Edhe njerë, sot të gjithë bashkë, vërtetuam atë që nuk është thjesht një misionare paqe zonja, por është një luftëtare paqe dhe të gjithë së bashku dalim në këtë konkluzion. Zonja Arieta ka sjellë dhe një zonjë të nderuar në origjinë nga Kosova për që vepron në Maqedoni, shkrimtare, botuese, dhe dëshiroj që edhe ajo të vita përshëndes para se të flas Arieta. Hajde zonë. Është mërsi e veçantë që unë sot personalisht gjindem në mesin e juaj, zotrin në përshëndetje të veçantë për juve, dhe gjithë ekipi juaj një ekip i shkëlqyshëm, më kanë një befesionuar, dhe falë Zotit që kam një kesh të tillë që është krenaria të gjithë kombit shqiptar. Dhe me të vërtet meriton lavdata dhe shumë, ma të tjenë. Me të vërtet krenomi që e kemi Arietën, edhe të lutemi që të kemi edhe shumë zonjat të tjera si kjo, një nën e thyer në shpirt me një dhimbje aq, jo të ullet dhe ta qaj e dhimbje të tërzot, por me një mision që të shëroj dhe t'i ruaj gjeneratat e reja të rritë që mos ta marrin atë rrugën që dikur e kishte marrë djali saj. Gëzohem dhe me të vërtet e meriton një dhurat të tij. Faleminderit Zotit që kemi midis nesh dhe tani fjala juaj për auditorin. Të nderuar të pranishëm, fillimisht faleminderit që më bët të ndihem si në shtëpinë time. Më njoh se pa fund për
fjalët më të mira që i kam dëgjuar ndonjëherë deri më sot. Nuk kanë munguar, po jo me emocionet që sot lotët më tradhuar. Ndjehem e nderuar, fillimisht si një nan, pastaj si një profesioniste, që sot unë u emrova me gjithë këta tituj, fillimisht duke falenderuar mikun tim, doktor Shefki Hysa, gubernatorin, një fuqi me plot kuptimin e fjalës që e rrethojnë të nderuarin dhe që sjellin më të mirën në komunitetin tonë. Kur e them më të mirën në komunitetin tonë, është sepse pavarësisht sa herë na sfidon jeta, sa herë përpiqemi të mos dorëzohemi, na duhet një motiv, na duhet na duar trokasin, njerëz me zemër të madhe dhe njerëz që çdo fjalë e tyre buron nga shpirti. Ky mendoj që është arma më e fortë kur me shpirt ndihmon një mik, kur me shpirt duar troket pranë një individi që ka nevojë, e mbi të gjitha kur i zgjat dorën kur ai person ka nevojë. Unë si një nën, më quajnë tani edhe shenjtorja Nën Teresë nga sot, jam një nën që luftova dhe fitova dhimbje. Këtë e kam falë djalit tim të njerë, ku ai më mësoi se dhimbja ditë shndrohet në forcë dhe që dashuria nuk vdes asnjëherë. Nën Teresa na ka mësuar se nuk ka dhimbje të vogël dhe se vlera e njeriut është e pamatur. Njëkohësisht kemi mësuar që për të shërbyer na duhet fillimisht të flasim me zemër, të dëgjojmë me shpirt dhe të veprojmë me shumë dashuri. Fatmirësisht, duke falenderuar Zotin, më ka dhënë Zoti këtë forcë, këtë durim, me që e kam thënë disa herë të jesh e sprovuar si nan dhe të jetosh pa bimën e shpirtit është ndër sprovat më të rënda që na godet Zoti. Për brenda kësaj gjithmonë ekziston një diçka e mirë, sepse Zoti më mori dhuratën që ma dhuroi për 90 vite, ndërsa për rreth meje solli shumë të rinje të reja, që ata sot më shohin si një nën të dytë, apo më thrasin në narjet. Kjo është forca që mbartur. Qendra Rijeta u krijua, apo lindi nga një dhimbje, e cila u rrit me shumë dashuri dhe përkushtim. Qendra Rijeta është oksigjeni im. Në qendrën Rijeta janë hapur dyert për shumë shokë të djalit tim. Në qendrën Rijeta ngjallet shpresa, zgjatet një dorë, të cilën mbase për shumë vite më kishte munguar mua si nën. Pavarësisht ku jam mirënjohëse ndaj familjes time, ndaj miqve të mi, ndonjëherë ne përpiqemi që të paraqitemi të fortë. Kemi ato maskat mbrojtëse. Mendojmë se gjithmonë i zgjedhim problemet vetë, po ja që aq ka peshë dhe vlerë një përqafim i sinqert. Aq shumë peshon kur thot ti nuk je vetëm, dhe falë Zotit që unë këtë ja u them çdo ditë më shumë, shumë nënave, shumë prindërve dhe mbi të gjitha shumë të rinjve. Sot po më tradhojnë lotët. Sa mirë që në mesin e juaj unë po përjetoj sot emocionet që nuk i kam përjetuar ndonjëherë. Lot gëzimi dhe thatë çka thatë, kam shumë për të thënë, po sot më lak pa fjalë. Andaj e përulur para jush, duke uruar shëndet, paqe, qetësi në familjet tuaja, uroj që unë t'i qëndroj mbrapa, me krenari, me punë, këtyre titujve që mbase asnjëherë nuk i kisha menduar që unë do i kem para vetës dhe do emrohem si shenjtorja e pakrahasueshmja Nën Teresë. Pas të
Jordania, Shqipëria dhe Kongi.